Një prej pasurive më të vyera të trashëgimisë kulturore shqiptare do prezantohet për herë të parë para publikut francez. Plot 49 ikona nga Fondi Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar do të jenë pjesë e ekspozitës Ikonat e Shqipërisë, e cila hap dyert më 13 qershor dhe do të qëndrojë hapur deri më 13 nëntor 2026. Ekspozita titullohet Ikonat e Shqipërisë të Artit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar. Ne kemi prezentuar këtu 49 ikona, të cilat janë më përfaqësuese të muzeut dhe të artit bizantin në Shqipëri, të cilat janë të përzierdhura jo vetëm prej vlerave të tyre artistike, por edhe prej origjinës në ato vijnë, shkollave të ndryshme, tregojnë zhvillimin ikonografik që ka ndodhur në Shqipëri për gjatë shekujve. Ekspozita do të çellet në datë 13 qershor dhe do të qëndrojë hapur deri në datë 13 nëntor. Ekspozita synon të njohë vizitorët me pasurinë e jashtëzakonshme të ikonografisë shqiptare, një trashëgimi e rrallë që ka ruajtur ndër shekuj historinë, artin dhe identitetin kulturor të vendit. Përmes këtyre veprave, publiku francez do të ketë mundësinë të zbulojë vlerat artistike dhe shpirtërore të ikonave shqiptare, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë kombëtare. Një pjesë shumë e rëndësishme është dhe katalogu, i cili do të përbëhet nga studiues të mirëfillt. Është një katalog shkencor i cili paraqet studimet mbi ikonografinë shqiptare, mbi artin bizantin si është zhvilluar në Shqipëri dhe një pjesë e historisë si zhvillohej religioni apo i gjithë zhvillimi në Shqipëri. Në prag të çeljes së ekspozitës në Shamberi po zhvillohen përgatitjet e fundit dhe inspektimet për vendosjen e ikonave, duke garantuar prezantimin sa më dinjitoz të kësaj pasurie të çmuar kulturore. Hapja e ekspozitës është bërë mundur me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës, duke shënuar një tjetër hap të rëndësishëm në promovimin e vlerave të trashëgimisë shqiptare në arenën ndërkombëtare. Me mbështetjen e Ministrisë tonë të Kulturës, me mbështetjen e Bashkisë së Hoxhës dhe sigurisht me mbështetjen e Bashkisë së Shamberisë, ne për herë të parë sillim një koleksion ku prezantohet jo vetëm historia jonë, trashëgimia jonë kulturore dhe një pjesë e identitetit tonë. Ekspozita konsiderohet një moment krenarie për Korçën dhe gjithë Shqipërinë, pasi sjell para publikut evropian një pjesë të çmuar të historisë dhe identitetit kombëtar.